Më 23 maj, Partia Demokratike zhvillon referendumin për zgjedhjen e kryetarit të saj, në një nga momentet më të rëndësishme politike për opozitën dhe për të ardhmen e Shqipërisë. Ky referendum për zgjedhjen e kryetarit është një proces i brendshëm politik, është një thirrje për bashkim, rezistencë dhe ringritje përballë një regjimi që për vite me radhë ka varfëruar shqiptarët, ka shkatëruar ekonominë, ka detyruar mijëra të rinj të largohen nga vendi dhe ka kthyer korrupsionin në mënyrë qeverisjeje. Sot Shqipëria ndodhet përballë një qeverie të konsumuar nga aferat korruptive, nga skandalet me fondet publike, nga kapja e institucioneve dhe nga lidhjet e pushtetit me krimin dhe oligarkinë. Ndërsa qytetarët përballen çdo ditë me papunësi, çmime të larta, taksa të papërballueshme dhe mungesë shprehse, qeveria vazhdon propagandën dhe luksin mbi kurrizin e shqiptarëve. Pikërisht për këtë arsye, Partia Demokratike ka sot më shumë se kurrë nevojë për bashkim. Votimi do të zhvillohet sipas parimit një antar një vot. Për antarët e Partisë Demokratike Dega Shkodër, qendrat e votimit do të jenë pranë selisë së Partisë Demokratike dhe do të jetë e hapur nga ora 8 deri në orën 18.